Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ. Këtu në ekranin e Kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Parlamenti miraton marrëveshjen e UAS me Shtetet e Bashkuara me vlerë $302 milion për ushtrinë, opozita bojkoton e quan procedurën antikushtetuese. Proteste tensionuar përpara parlamentit, dhjetra qytetar tentojnë të çajnë kordonin e forcave të policisë, hedhin vesë dhe domate drejt efektivëve. Edi Rama sulmon protestën, revolucioni i flamingove, pjesë e narrativës që synon përçarjen, sulmet ndaj Shqipërisë përshtohen me afrimin e anëtarësimit në BE. Prokuroria e posaçme zgjat me 3 muaj afatet e hetimit për Belinda Balluku, mbi ish-numrin 2 të qeverisë rëndojnë akuza për korrupsion dhe pastrim parash. Inaugurohet në brigjet e Palas kompleksit San Nikolas, projekti Concord Group sjell një përvojë të re dhe unike të jetesës në Rivierën Shqiptare. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Shumica socialiste miratoi veto me votat e saj marrëveshjen për UAN €302 milion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për modernizimin e ushtrisë. Opozita u deklarua pro dokumentit, por vendosi ta bojkotojë miratimin e tij me argumentin se procedura e ndjekur ishte antikushtetuese. Me 74 vota pro, parlamenti ratifikoi UAN prej $302 milion, që Shqipëria do të marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për fuqizimin e forcave të armatosura. Opozita e bojkotoi votimin për marrëveshjen, e cila më herët gjatë ditës solli debate në seancën e fundit parlamentare. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla e cilësoi dokumentin si një dëshmi të besimit të SBA-ve ndaj Shqipërisë. Ky financim do të përdoret ekskluzivisht por modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s. Shqipëria do të ketë 48 muaj për të angazhuar fondet e projektet e modernizimit. Kredia ka një afat maksimal shlyrje deri në 12 vjet. Brenda dhe Jarsallës, demokratët u shprehën se nuk janë kundër marrëveshjes, por procedura e ndjekur është në shkelje të kushtetutës. Ne jemi pro kredis dhe shpreh mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo kredi, kjo procedurë të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe jo qëndrimet vullnetin e lik antikushtetues të Edi Ramës. Qeveria po përpiqet të korrigjojë me nxitim atë që në fakt do duhet kishte planifikuar prekohesh për të kufizuar dëmin që i shkakton besueshmërisë së Shqipërisë si aleat i denj i vendeve të NATO-s. Pas debateve në sallë, kuvendi u shty dhe marrëveshja kaloi për shqyrtim në Komisionin e Ekonomisë dhe atë të Sigurisë. Tashmë pas votimit, ajo hyn në fuqi menjëherë pas miratimit nga presidenti Begaj. Një incident i pazakontë ndodhi këtë të hënë në parlament. Agron Sheha rrëmbeu marrëveshjen sekrete, duke ikur me vrap i ndjekur nga një punonjëse e cila u rrëzua në përpjekje për ta ndaluar. Partia Socialiste reagoi ashpër dhe lajmëroi padi në SPAK për Shehajn si dhe përjashtimin e tij për 60 ditë nga kuvendi. Deputeti i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, kreu një akt të paprecedent duke rrëmbyer dokumentin sekret të marrëveshjes së UAS me vlerë $302 milion me Shtetet e Bashkuara. Pamjet tregojnë se Shehaj u fut në një nga ambientet e brendshme të parlamentit dhe mori me shpejtësi letrat që ndodheshin në tavolinë. Teksa largohej me vrap, ai është ndjekur nga një punonjëse e kuvendit e cila po përpiqej ta ndalonte. Në nxitim e sipër ajo është rrëzuar edhe nga shkallët duke pësuar lëndime. Partia Socialiste reagoi me njëherë ndaj incidentit. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla i bëri thirrje SPAK-ut të arrestonte në flagrancë Agron Shehajn për vjedhje të dokumenteve me informacion të klasifikuar dhe për agresion ndaj një punonjëse të administratës. Me një shkresë urgjente i është kërkuar parlamentit që të referojë në prokurori Agron Shehajn në SPAK për 4 vepra penale. Gjithashtu, Partia Socialiste kërkon përjashtimin për 60 ditë të tij nga kuvendi. Shehaj nga ana e tij e pranoi marrjen e dokumentit sekret, por u justifikuar duke thënë se marrëveshja nuk doli jashtë ambienteve të parlamentit. Unë vajta, firmosa dokumentin për mos shpërndarje të dokumentit, të marrëveshjes, dhe u largova.
Shumë e thjesht, marrëveshjen e dorëzova prapë në kuvend aty ku isha, nuk ka dalë kur marrëveshja nga kuvendi i Shqipërisë. Edhe pse nuk e shpjegon se përse vrapoi pasi mori dokumentin, Shehaj pretendon se veprimet e mazhorancës janë thjesht manovra për ta lënë atë jashtë punimeve të kuvendit. Me thirrjet kuvendi krimi dhe dorëheqje të kryeministrit Edi Rama, protestuesit rrethuan këtë të hënë godinën e parlamentit. Ata u përballën me gardhin metalik dhe forcat e policisë, ndërsa hodhën drejt tyre vezë dhe domate. Edhe seanca e fundit të këtij sesioni të kuvendit të shoqëruar me protesta para parlamentit. Qytetarë dhe aktivistë u mblodhen që prej orës 8:30 përpara kuvendit, teksa institucioni ishte i rrethuar nga policia. Fillimisht tubimi nisi i qetë, me thirrjet e qytetarëve për largimin e klasës aktuale politike, ndërsa më pas hodhën vezë dhe domate. Por qetësia zgjati pak. Më vonë protestuesit nisën marshimin në disa prej akseve të kryeqytetit, teksa tek rruga Elbasanit ata tentuan të çanin kordonin rrethues. Kjo solli jo pak përplasi me policinë, teksa 6 qytetar u shoqëruan në komisariatin numër 1. Pas disa orësh të shoqëruarit dhanë dëshminë e tyre dhe më pas u liruan nga policia. Gjykata penale u ndaloi dalje nga territori shqiptar 2 protestuesve të arrestuar gjatë tubimit të parlamentit. Orion Peçit dhe Artemisa Islamaj, gjykata u ka bllokuar pasaportën duke lënë në fuqi kërkesën e prokurorisë. Mbitarë ndojnë akuzat, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime të palishme, prishje e rendit dhe qetësisë publike, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, goditje për shkak të detyrës dhe shkelje e rregullave mbi lëndët plasëse, djegëse dhe radioaktive. Vendimarrja është bazuar në vlerësimin individual të rrethanave që lidhen me secilin person në hetim, me veprimet konkrete dhe me rrezikshmërinë shoqërore të shfaqur, shkruhet në dispozitivin e dhomës penale. Protestën kundër tij që tashmë po mush gati 2 muaj, kryeministri Edi Rama e konsideron pjesë të përpjekjeve për goditjen e besimit tek institucionet. Fushatat e sulmeve hibride sipas shefit të qeverisë janë shtuar me avancimin e Shqipërisë në rrugtimin drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Revolucioni flamingove ishte shembulli që solli kryeministri Edi Rama për të ilustruar mënyrën se sipas tij, ndërtohen narrativa të rreme që synojnë të krijojnë përçarje dhe të minojnë besimin te institucionet. Duhet të jeni të informuar për të ashtu quajturin revolucioni flamingove. Është një shembull i jashtëzakonshëm i një çarjeje që është krijuar, e cila u bë një mënyrë për të hyrë armiqt tan. Megjithatë, sipas kryeministrit, sulme të tilla nuk do të ndalin anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ecim me vendosmëri drejt fazës anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Është më rëndësi të forcojmë rezistencën ndaj sulmeve hibride. Për Ramën, mbrojtja e demokracisë dhe besimit të qytetarëve është po aq rëndësishme sa siguria e vendit. Jemi këtu për shkak të një ndërthurjeje mjaft shqetësuese të momentit ku jetojmë, gjeografisë ku bëjmë pjesë dhe trysnisë gërryese që ndodh në institucionet tona demokratike. Kjo konferencë ka të bëjë me algoritmet, reformat digjitale. Në realitet besoj se ka të bëjë me diçka shumë më thelbësore. Ka të bëjë me demokracinë, besimin në publik dhe me faktin nëse shoqëritë e lira zotërojnë qartësinë strategjike për të mbrojtur hapësirat. Kreu i qeverisë theksoi se sa më pranë të jetë një vend drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, aq më shumë rreken aktorët e huaj për të hyrë tinëzisht dhe për të sulmuar. Kjo shpjegon sipas tij të gjithë sulmet hibride dhe dezinformimin me të cilin përballet vendi ynë. Kjo e hënë shënon ditën e 58 të protestës së qytetarëve kundër kryeministrit Edi Rama. Si çdo ditë grumbullimi po bëhet në sheshin Skënderbej e më pas protesta do të zhvendoset në sheshin përpara selisë së qeverisë. Prej afro 2 muajsh qytetarët kërkojnë anulimin e ligjeve që lidhen me zonat të mbrojtura dhe me investimet strategjike, si dhe dorëheqjen e kryeministrit. Pas qëndrimit në shesh, protestuesit do të marshojnë edhe në disa nga rrugët e qendrës së Tiranës.
Hecimet për Belinda Ballukun do të vijojnë edhe për 3 muaj të tjerë. Prokuroria e posaçme vendosi zgjatjen e tyre për të mbledhur më shumë prova për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Prokuroria e posaçme ka vendosur të zgjasë hetimet me 3 muaj për ish numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Ndaj saj rëndojnë akuzat e shkeljes së barazisë në 2 tendera, atë të ndërtimit të tunelit të Llogaras dhe për të gjitha lotet e Unazës së Madhe. Por më pas, më 4 qershor, prokuroria konfirmoi se Balluku ka kryer korrupsion e pastrim parash, teksa mbante postin e drejtoreshës së Alp Control. Në këto kushte asaj u sekuestrua një vilë në Dhërmi për të cilën SPAK thot se zotrohet prej Ballukut në mënyrë të tërthort. Pra, e regjistruar me një emër tjetër, por me origjinë nga korrupsioni dhe pastrimi i parave. Sipas organit të posaçëm që në këtë hetim përfaqësohet nga prokurori Dritan Prençi, akt akuzat u ngritën pas hetimit të procedurës së tenderit për rikonstruksionin e godinës teknologjike të Alp Control dhe për përmirësimin e kushteve me një fond limit prej 88 milion lekësh dhe më pas një shtesë me vlerë 14 milion lek. Zgjatja e hetimeve vlen edhe për 2 ish-vartësit e saj, Gerald Delezin, drejtuesin e Korporatës Energjetike Shqiptare dhe Gentian Gjylin e Autoritetit Rrugor Shqiptar. Pak ditë më parë, gjykata e lartë rrëzoi rekursin e bërë prej Ballukut për masën e pezullimit të detyrës dhe të bllokimit të pasaportës. Kryeministri Edi Rama premtoi shpërblime të menjëhershme për zjarrfiksi që po përballen me flakët këto ditë të nxehta. Sipas tij, deri në fund të vitit do të vinë edhe 3 avion për shuarjen e zjarreve. Përballë rrezikut të zjarreve gjatë verës për shkak të temperaturave të larta, kryeministri Edi Rama premton një pak shpërblim për ata që luftojnë me flakët. Unë kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra, dhe në ndërkohë ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithë gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë, pa pritur që të mbarojë gjithë beteja, sepse ajo pastaj është një pjesë tjetër. Nga baza ajrore e Farkës, Rama deklaroi se në fund të vitit, flotës do të shtohen edhe 3 avion për shuarjen e flakëve, duke shtuar se ky sezon e gjen Shqipërinë më të përgatitur për të përballuar emergjencat. Kemi sot në dispozicion kapacitetet teknologjike më të mëdha që kemi pasur ndonjëherë, me 4 helikopter të gatshëm, të cilët në çdo moment të nevoje mund të bëhen 6, sepse helikopterët operacional janë 9, por kanë edhe misionet të tjera, si misionet e shpëtimit. Kemi mbyllur procedurën për 3 avion, të cilët do të vinë në fund vitit, por në ndërkohë dhe do të jenë pronën e shtetit shqiptar. Ndërsa ministri i Brendshëm Besfort Lamallari paralajmëroi se autorët e zjarrvënieve të qëllimshme do të përballen me dënime deri në 15 vite burg, duke theksuar se çdo akt i tillë përbën kërcënim jo vetëm për natyrën, por edhe për sigurinë kombëtare. Kompleksi San Nikolas në brigjet e Palas është inauguruar me një ceremoni të posaçme, ku morën pjesë emra të njohur të artit, biznesit, medias dhe të ftuar të tjerë. Projekti realizuar nga Concord Group përfaqëson një përvojë të re në Rivierën Shqiptare. Muzgumbion është ndërrua në skenën e një prej mbrëmjeve më elegante të kësaj vere. Në Palas, në panoramën më gjepsëse të bregut të Jonit, u inaugurua San Nikolas, projekti me të cilin Concord Group nis një kapitull të ri për Rivierën Shqiptare. Në një mbrëmje gala që solli atmosferën e eventeve më prestigjioze ndërkombëtare, në ndritat e perëndimit, me tingujve të muzikës live dhe një organizimi të kuruar deri në detaj, të ftuar të shumt, personalitetet e njohura të jetës publike, artist, sipërmarrës dhe emra të spikatur të skenës shqiptare, u bën pjesë e një mbrëmje ku finesa dhe sharmi mesdhetar u shkrin në një përvojë të vetme.
Çdo element i mbrëmjes, nga skenografia tek ndriçimi, nga performancat artistike tek atmosfera e krijuar buzdetit, përcolli të njëjtën ndjesi elegance dhe ekskluziviteti, si vet San Nikolas. Projekti që synon të rishkruaj mënyrën se si përjetohet jugu i Shqipërisë. I ndërtuar mbi filozofin, densiteti ullët, më shumë hapësirë, më shumë privatësi. Ky është një koncept që e sheh Rivierën jo vetëm si destinacion veror, por si një vend ku jetohet gjatë të gjithë vitit. Me banorët dhe vizitorët e parë që u mirëpritën këtë verë, San Nikolas është vendi ku investimi, turizmi dhe arkitektura bashkëjetojnë në harmoni me natyrën, ndërsa Palasa fiton një tjetër identitet në hartën e Mesdheut. Mes bisedave, muzikës dhe panoramës malgjepsëse të Jonit, mbrëmja u kthye në një fest të stilit të jetesës mesdhetare, duke vendosur Palasën në qendër të vëmendjes. Një inaugurim që foli për luksin me finesë, për arkitekturën me elegancë dhe për një rivjerë shqiptare që synon gjithnjë më shumë standardet më të larta ndërkombëtare. Maturantët që duan të shkojnë në universitet kanë 6 ditë kohë për të bërë aplikimet në portalin U Albania. Të rinjt mund të plotësojnë deri në 10 programe studimi. Nga kjo e hënë, nis zyrtarisht procesi aplikimit në portalin U Albania për të gjithë maturantët të cilët duan të ndjekin arsimin e lartë. Ata do të kenë në dispozicion 6 ditë për të përzgjedhur deri në 10 programe studimi sipas preferencës së tyre. Drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar Arjan Xhelaj këshillon maturantët të plotësojnë të 10 programet e studimit, pasi kjo rrit mundësinë për të shpallur fitues në një nga preferencat. Të bëjnë kujdes jo më në renditjen e tyre, po të bëjnë kujdes që të kenë futur të gjitha dekët që dëshirojnë brenda 10 preferenca, që do të thotë që edhe nëse maturantët janë sigur për 3-4 dekë, do t'i këshilloj që të fusin edhe dekë tira që ata mbase nuk i kanë preferencë të parë, por edhe i marrin konsiderat për të studuar, në mënyrë që nëse nuk shfallen fitues në ato dekë që kanë hedhur të kenë një shans tek dekët e tjera. Pas konfirmimit të aplikimit, preferencat nuk mund të ndryshohen, ndaj maturantët duhet të jenë të sigurt për përzgjedhjet e tyre. Të jenë sigurt, të kenë kontrolluar gjithçka përpara se të bëjnë konfirmimin, dhe në momentin që bëjnë konfirmimin, procesi që të mbyllur, pak rëndësi ka se si kanë renditur dekët në formularën e tyre aty. Ndërkohë, maturantët që kanë zgjedhur programet e studimit me konkurs duhet të ndjekin edhe procedurat përkatëse të regjistrimit, sipas universitetit ku synojnë të studiojnë. Pra ata maturantët që kanë zgjedhur një program studimi i cili mund të ketë edhe konkurs ose test, qoftë me shkrim, qoftë test elektronik, që të shikojnë në websajtet e fakultetit përkatëse se kur janë datat e konkursit ose testit. Nëse do duhet bëjë regjistrim, ai do të bëjë një regjistrim tjetër te këto konkurse, nuk vlen regjistrimi i bërë në U Albania. Do të thonë, nëse ka një test dhe do të bësh një regjistrim në ato teste. Deri më tani, në portalin U Albania kanë aplikuar mbi 2000 maturant. Sistemi shfaq secilit kandidat vetëm programet e studimit, për të cilat plotëson kriteret bazuar në mesatare. Autoriteti i konkurencës ka përfunduar hetimin e thelluar ndaj 2 kompanive të telefonisë celulare, Vodafone Albania dhe One Albania, duke dalë me disa gjetje dhe rekomandime konkrete. Sipas autoriteti, gjatë verifikimit janë vëre rritje të ngjashme të çmimeve, paketa të përafërta dhe mungesë transparence ndaj abonentëve. Në përfundim të hetimit, autoriteti vendosi që brenda 90 ditëve 2 kompani të sjellin oferta më të favorshme për pensionistët dhe studentët, po ashtu ato detyrohet të garantojnë akses në paketa më të lira në pikat fizike të shitjes, si dhe të njoftojnë abonentët të paktën 30 ditë përpara për çdo ndryshim çmimi apo shërbimi. Pas përfundimit të kontratës, abonentët do të kenë të drejtë të kalojnë në paketa më të lira pa penalitete. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu natën e mirë.